Djaloshit është duke ju kujtuar këshilla e gjyshes që ta falë namazin në kohë. Ajo i tha: "Biri im, nuk do të duhej ta lije namazin për më vonë." Gjyshja e djaloshit ishte 70 vjeçare dhe me ta dëgjuar ezanin, ajo ngrihej si një shigjet në mënyrë që ta kryej namazin. Djaloshi sidoqoftë nuk arriti që ta mposhtë unin e tij për të falur në kohë. Çfarëdo që bënte, namazi ishte gjëja e fundit që e bënte. Por edhe kur e falte me shpejtësi. Duke parë këtë, ai u ngrit dhe e pa që kishin mbetur edhe 15 minuta para namazit të yatsis. Shpejt mori abdes dhe e fali namazin e akshamit. Derisa po bënte dhikrin, ati prap ju kujtua gjyshja e tij dhe ishte i irrituar se si u fal aq shpejt. Në anën tjetër, gjyshja e tij falej aq qetësisht. Ai filloi të bëj dua dhe pastaj shkoi në sejdë për një kohë. Në sejdë. Ai kishte qenë në shkollë, ishte i lodhur, goxha i lodhur. Ai u zgjua befas për shkak të zërit dhe britmës. Ishte djersitur i tëri. Shikonte për rreth, plot njerëz. Të gjitha drejtimet që shihte ishin mbushur me njerëz. Ata që ndronin të ngrirë duke shikuar për rreth. Disa vraponin majtas djathtas. Disa ishin rënë në gjojnë të hutuar me duart e tyre mbi kokë. O prisnin. Frika e kishte kapluar atë, sikurse e kishte kuptuar se ku ishte. Ç'po ndodhte? Zemra e tij ishte thuajse e djegur. Ishte dita e gjykimit. Kur ishte gjallë kishte dëgjuar shumë gjëra rreth ditës së gjykimit, por ajo dukej të ishte shumë kohë më parë. A mund të ishte kjo diçka që kishte montuar në mendjen e tij? Jo, pritja dhe frika ishin aq të mëdha, sa që ai nuk do të imagjinonte. Pyetja ishte ende pritse. Ai filloi të lëvizë i tërbuar nëpër njerëz në mënyrë që ta gjejë nëse emri i tij ishte i thirrur apo jo. Paskush nuk mundi t'i ja përgjigje. Papritmas, emri i tij u thirr dhe njerëzit u ndanë në dysh për t'ia lëshuar rrugën atij. 2 melaike kapën për krahu. Ecën së bashku rrugës, edhe pse si njihte sytë të tjerëve. Melaikët e sollën atë dhe e lanë në qendër. Kokën e kishte të ulur, edhe e tërjeta e tij po kalonte përballë syve të tij si një film. Kur hapi syt, pa krejtësisht një botë tjetër. Njerëzit ishin duke i ndihmuar njëri tjetrit. Ai pa që baba i tij po vraponte nga një ligjëratë në tjetrën, shpërndante pasurinë e tij për kauzën islame. Në anën tjetër, nëna e tij i ftonte mysafirët në shtëpinë e tyre, njëra tryeze përgatitur, tjetra duke u pastruar. Ai u lut për veten e tij. Edhe unë isha gjithmonë në këtë rrugë, ndihmoja të tjerët, përhapja fjalën e Allahut, fala namazin, agjërova muajin e Ramazanit. Çfarëdo që Allahu na ka urdhëruar të bëjmë, unë e bëra, dhe çfarëdo që na ndaloi, unë nuk e bëra. Ai filloi të bërtase të qaj se sa shumë e kishte dashur Allahun. Ai e dinte se çfarëdo që kishte bërë në jetë do t'ishte pak, në krahasim me atë që Allahu e meriton. Ai ishte shumë i djersitur, po dridhe i tëri. Sytë e tij ishin të fiksuar në peshore. Priste vendimin përfundimtar. O Zot, ç'do të bëhet? Më në fund, vendimi u mor. 2 melaikët me fletë në dorë u kthyen ka turma. Këmbët e tij u ndjen sikur po shëmbeshin. Ai mbylli sytë e tij. Melaikët filluan të lexojnë emrat e atyre që do të hyjnë në zjarr. Dhe ja, ndodhi. Emri i tij u thirr i pari. Ai ra në gjunjë dhe bërtiti që kjo nuk mund të ishte e vërtet. Si mund të shkoju në zjarr? Ju shërbeva të tjerëve gjatë gjithë jetës time, për hapa fjalën tek të tjerët. Sytë e tij u errësuan, edhe po dridhe nga djersitja. Melaikët e kapën për krahu duke tërhequr për këmbësh në mesin e turmës, drejtë në zjarrin flakërues të xhehenemit.
A i po bërtiste dhe pyeste nëse ishte ndokush që do të ndihmonte atë. A i po bërtiste se si i ka bërë të gjitha punët mirë, si i ka ndihmuar babait, val, ku mbeti agjërimi, namazi, leximi i Kuranit, ku mbetën. Të gjitha këto nuk po më dalin në ndim fare. Me laikët vazhduan të tërheqin atë. O Zot, po afrohet zjarri. A i shikoj prapa dhe këto ishin lutjet e tij të fundit. A nuk ka thënë Resulullahu a.s. sa i pastër do t'ishte njeriu që pastrohet në një lum 5 herë në ditë. Ngjashëm, namazi 5 herë në ditë e pastron dikën nga mëkatet. A i përsëri bërtiti, namazi im, namazi im, namazi im. Me lejkët nuk u ndalën. Ata pothuajse arritën në buzë të humnerës së xhehenemit. Flakërimi i zjarrit po diqte fytyrën e tij. Ai shikoi prapa për herë të fundit. Por sytë e tij ishin tharë nga shpresa për çarsye nuk kishte lënë asgjë prapa. Njëri nga me laikët e shtyu atë më poshtë. Ai e gjeti veten e tij në ajër, duke rënë drejtë në flakërim. Ai kishte rënë 5 ose 6 këmbë thellësi kur një dorë kapi atë për krahu dhe e tërhoqi prapa. Ai ngriti kokën e tij dhe pa plakun mjekër bardh. Ai fshiu pluhurin që kishte dhe e pyeti atë. Kush je ti? Plaku u përgjigj. Unë jam namazi yt. Po përse u vonove? Ku ishe? Për një qime floku isha pothuajse në zjarr. Ti më shpëtove mua në momentin e fundit para se të bie në zjarr. Plaku buzëqeshi dhe përkëdheli kokën e tij. Ti gjithmonë më falje mua në minutat e fundit, a nuk të kujtohet? Në atë çast, u kthjell dhe ngriti kokën e tij nga seçtja. Ai ishte i djersitur. Ai dëgjoi një zë që vinte nga jashtë. Ishte ezani namazit të yatsis. Shpejt u zgjua që të marr abdes.